Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me edicionin kulturor të magazinës Art Kultur në RTK. Këtë vit, RTK rikthen festivalin më të madh, Akordet e Kosovës. Ky festival konsiderohet një ndër më të mëdhenjt, më gjithëpërfshirës dhe më ambicios se kur më parë. Në organizimin e radio-televizionit të Kosovës, Akordet e Kosovës bashkojnë në një platformë të vetme dy ngjarje të rëndësishme, edicionin e 4 të RTK Fest dhe edicionin e parë të festivalit të këngës për fëmijë. Në një kohë kur arti dhe kultura ka nevoja për hapësira të reja promovimi, festivalet të tilla bën ura që lidhin traditën me bashkohorën, përvojën me talentet e reja dhe publikun me krijimtarinë muzikore vendore. Për 3 net me radhë, skena e RTK-s do të shndrohet në një qendër të madhe të muzikës shqiptare, duke sjellë emocione, konkurrencë artistike dhe vlera të mirëfillta kulturore. Për të diskutuar më shumë rreth vizionit, sfidave dhe synimeve të këtij organizimi madhor, sot kemi kënaqësinë të bisedojmë me drejtorin e festivalit të këngës në RTK, zotin Rilind Gërvalla, njëkohësisht ushtruesi i detyrës së drejtorit të televizionit. Përshëndetje drejtor, përshëndetje Rilind, mirë se erdhën në Art Kultur. Mirë se ju gjeta në magazinën e vetme kulturore ditore që e ka Kosova. RTK-ja, ashtë, e vërtet është. Atëherë Rilind, drejtor, çfarë simbolizon për ju rikthimi i Akordeve të Kosovës në këtë format të zgjeruar, kur e kemi parasysh se mund të flasim për një rilindje të festivalit si një markë kombëtare e muzikës shqiptare, ose muzikës në Kosovë, mund të themi? Akordet e Kosovës në fakt kanë qenë festivali më i madh që e ka prodhuar atëherë elita kulturore e asaj kohe. Normalisht që edicioni i parë ka filluar në vitin 1963. Akordet e para janë mbajtur në këtë teatrin që sot e kemi, teatrin kombëtar. Në atë kohë ka qenë teatri popullor, po është interesante se si ka kaluar nga teatri popullor në Prishtinë në Shtëpinë e Kulturës në Zveçan, në edicionin e dytë. Edhe nuk mund të themi me saktësi se kush kanë qenë të gjithë pjesëmarrësit e asaj kohe, por deputuesit, por ta keni parasysh që hitet më të mëdha që dhe sot dëgjohen prej këngëve të azam të kompozuara nga Pranvera Badivuku e të kënduara nga Nexhmije Pagarusha, si e kujtoj atë takim që e këndojmë edhe sot, edhe është bërë këngë kështu e rëndomtë edhe në festa. Pastaj Ti me sytë e zi, që e ka kënduar Sabri Fejzullau, të kompozuar nga Reshat Randobrava, i cili ishte fituesi i Okarinës në festivalin e 3 vitin e kaluar në RTK. Pastaj këngë të ndryshme që janë kompozuar nga Regjo Mulliqi, nga Severin Kajtazi, cili ka qenë mbase edhe fituesi më i shpesht i akordeve e RTK-ja si televizion publik, e ka obligim që ta vazhdoj rrugën e gjithë atyre ardashësve, atyre kompozitorëve, artistëve të mëdhenj, që në shumicë sot nuk janë gjallë, ta vazhdoj rrugën e tyre për ta bërë të konsoliduar brandin, atë emërtimin e Akordeve të Kosovës, të cilat nën ombrellë do t'i kenë 2 festivale. Festivalin e këngës dhe festivalin e fëmijëve. Po, edhe tani po flasim për risit, për vizionin që e keni kur keni vendosur në ombrellën e Akordeve të Kosovës të bashkoheshin festivali për të rritur, por edhe ai për fëmijë. Cilat do të jenë risit ose vizioni që e keni ju si drejtor i festivalit për ta sjellë këtë edicion të radhës, edicionin e 4 të këngës, që do të jetë sigurisht 3 net siç ka qenë edhe herave të kaluara, apo po më intereson çfarë do të ketë ndryshe edhe risi kësaj radhe? Këtë herë do të jetë ndryshe kjo. RTK Festi do të jetë në natën e parë garuese dhe natën e dytë finale. Ndërsa në natën e tretë, me datën 31 tetor, do të jetë festivali i fëmijëve. Ne kemi planifikuar që këto 3 net të jenë në të njëjtën skenë, por me një skenografi të ndryshuar vetëm për shkak të festivalit të fëmijëve. Pra, datat janë 29, 30 dhe 31. Datat e akordeve, ndërsa festivali i këngës do të jetë në natën e parë dhe të dytë, dhe festivali i fëmijëve do të jetë në natën e tretë.
Po, a do t'jetë edhe festivali fëmijëve garues, si që ka qenë edhe më herët? Po, në të njëjtën natë do t'jetë edhe garues edhe përzgjedhës. Festivali i fëmijëve në fakt ka specifikat e veta. Synimi i gjithë kësaj çfarë po bëjmë si RTK është që të jemi pjesë e 2 festivaleve të mëdha evropiane, që është Eurovision Song Contest, pra nata e garuese e këngës në Eurovision, dhe Eurovision Junior, që është nata e fëmijëve në Eurovision. Këto 2 festivale janë të domosdoshme për të aplikuar në antarësimin ton të ardhshëm, që presin. Kur do të ndodhë antarësimi ose aplikimi jonë? Në fakt, Ushtrusja e Detyrës së Drejtoreshës Gjenerale, zonja Zana Spahiu, ka aplikuar bashkë me vartësit e saj të Departamentit për Marrëdhënie me Jashtë, ka aplikuar në Eurovision dhe letra e saj tashmë është publike. Ajo ka kërkuar që ne shumë shpejt të jemi pjesë edhe e festivalit fëmijë që do të mbahet në Maltë këtë vit, por edhe në festivalin Eurovision Song Contest që do të mbahet në Bullgari, sepse fituesja e edicionit për vitin 2026 ishte Bullgaria. Është shumë e rëndësi të theksohet se në vitin 2017 kemi pas një përgjigje prej kërkesave të kaluara ku kemi aplikuar si RTK, por përgjigja atyre ka qenë që duhet në një farforme të jetë një koqir i Eurovisionit, një shtet i cili e njeh Kosovën, pra pavarësinë e saj. Dhe këtë vit e kemi shansin që Kosova të jetë pjesë e Eurovisionit në Sofjet e Bullgarisë. Do të thonë, ne kemi marrë përgjigjen, do të jemi Jo, ne nuk kemi marrë përgjigje ende, por kemi aplikuar dhe synojmë që kjo të jetë përgjigja përfundimtare, duke ju referu një përgjigje e cila ka qenë në vitin 2017. Po, e tash, sa është rëndësishme që një transmetues publik e Radio Televizionit Kosovës të investojnë në festivale që promovojnë krimtarinë origjinale muzikore, duke marrë parasysh që kemi vështirësi, sfida të shumta, duke u nisur që nga financimi, organizimi, mbajtja dhe të gjitha me radhë. Atëherë, përkundër kësaj, po, vështirësitë financiare të RTK-s janë evidente dhe për këtë duhet një temë tjetër, duhet një diskutim tjetër, një debat ma të gjerë me të gjitha strukturat, por ne e kemi obligim ligjor që RTK-ja të ketë festivalin e këngës. Çdo televizion publik organizon festivalet e tilla, ndërto jemi edhe ne, edhe është i lidhur edhe antarësimi, si kurse e thash më herët, edhe në Eurovision Song Contest, po gjithashtu edhe në EBU. Po RTK-ja ka obligim të mbajë gjallë vazhdimsinë, të mbajë gjallë vazhdimsinë kulturore, memorien që e kemi, edhe të gjitha ato këngë të cilat janë ende gjallë në mesin e publikut, ato t'i rifreskojmë, t'i kthejmë edhe të vazhdojmë tutje. Unë kam dëshirë pak të flas edhe për çështjen e gjithë këtij historiku. Mos harroni se Tazam, shkruesi i pavarësisë së Kosovës, që ka qenë artisti shumë i madh, Shoqërin Imani, ka qenë pjesëmarrës edhe fituesi i akordeve. Nexhmia Pagarusha, që e kemi bilbylin e këngës shqipe, ka qenë fituese e akordeve të Kosovës. Liliana Çavolli, që e kemi pas edhe kolege në RTK, ka qenë fituese e akordeve të Kosovës. E si mund ta lej RTK-ja ta ndërprej atë që e ka ndërprerë dikur regjimi i Miloševićit edhe Jugosllavisë? Prandaj, ne krejt çka kemi bë është që të pavarësohemi njëkohësisht nga pjesa e cila ka qenë diktuar dikur nga regjimi atëhershëm jugoslav. Pra, pjesën e imponuar nuk do ta çojmë tutje, por të gjithë qytetarët, pa dallim etnie, mund të konkurrojnë në
akordet e Kosovës dhe në dy festivalet, pra në festivalin e këngës në RTK dhe në festivalin e fëmijëve. Po, drejtor, a do të ketë një fokusim më të madh në cilësi, në promovimin e cilësisë së këngës? A do të ketë kritere, cilat janë ato kritere që do të përdoren më shumë? Po, ne do të informojmë komisionet, të cilat janë komisione përgjithëse, të përbëra nga profesionistët. Mos të harrojmë, dje e kemi emëruar tashmë drejtorin artistik të festivalit, që do të jetë për të 4. herë radhazi, kompozitori i njohur Florent Boshnjaku, i cili më duhet të them këtu, për shkakun se pak njerëz e dinë, ka qenë pjesëmarrës me kompozimin e tij në Eurosong dhe ka përfaqësu Shqipërinë. Pastaj është i vetmi kompozitor i cili po në Maltë ka prezantu Maltën me këngën e tij, të kompozuar nga ai. Kështu që kemi një njeri i cili është i gatshëm për festivalet e mëdha, ku së bashku me ekipin e RTK-s do të realizoj festivalin e këngës dhe festivalin e fëmijëve dhe nën ombrellën e akordeve të Kosovës. Po, drejtor, gjatë bisedës e ceka që ka një bashkëpunim shumë frytëlënës me Ministrinë e Kulturës dhe më intereson se çka përfshin ky bashkëpunim, çka përfshin marrëveshja që e keni nënshkruar, çfarë do të ofrojë, çfarë mbështetje dhe detajet e tjera. Kjo është marrëveshja e dytë që kemi nënshkruar me Ministrinë e Kulturës, këtë herë Ministrinë e Kulturës dhe Turizmit. Marrëveshja e parë ka qenë 3 vjeçare, e cila ka qenë ndarë në disa faza, tash është marrëveshja e dytë, të cilën ne kemi nënshkruar për 3 vite radhazi. Në këtë marrëveshje përfshihen rikthimi i akordeve të Kosovës, 2 festivalet, pastaj financimi i orkestrës së RTK-s, bendi i RTK-s, si dhe ngjarje të ndryshme kulturore të cilat i ka nën ombrellë Ministria e Kulturës, sikurse janë të azëm filmat që prodhohen nga qendra kinematografike, apo edhe serialet apo filmat e shkurt, ku RTK-ja patjetër që do të jetë pjesëmarrëse në realizimin ose bashkë prodhuese në këto zhanre të artit. Do të thotë, këto janë ato marrëveshje që janë nënshkruar, dhe do ta kemi tani edhe bendin edhe orkestrën për kërkesa të eventeve ose ngjarjeve kulturore. Po, ne do t'i themelojmë bendin e RTK-s, orkestrën e RTK-s, pastaj do të jemi edhe pjesëmarrës në bashkëprodhim të filmave vendor. Dhe në fund, nëse ka mundësi, në aspektin kulturor, çfarë mesazhi do dëshiroj që të përcjellje për akordet e Kosovës tek publiku dhe presat e rinj? Po, mesazhi është shumë i qartë që është vazhdimësia kulturore, është vazhdimësia, trashëgimia kulturore që e kemi. Ne kemi prodhuar qysh në vitet e pas luftës së dytë botërore, radio ka funksionuar qysh në vitet e 50-ta, gjithashtu edhe mediumet e shkruara. Kosova ka pas edhe ka kriter artistik edhe cilësi të lartë artistike, sidomos në zhanrin e muzikës, në zhanret e muzikës, dhe ajo çka ne po bëjmë është, po e zbatojmë ligjin, po e zbatojmë detyrimet tona që i kemi ndaj ligjit të RTK-s, edhe ndaj rregulloreve dhe normalisht publikut, sepse krejt kjo shtys që ne të ecim tutje është në bazë të kërkesës që e kanë patur vazhdimisht dhe kritikave natyrisht që i kemi marrë, sepse njerëzit janë të prirë që të shohin diçka të bukur. Festivalet e këngës kanë qenë në cilësinë më të lartë që ndonjëherë e ka bërë dikush në Kosovë. Prandaj edhe presioni publik na ka kthyer aty ku do duhet të ishim qysh në edicionin e parë. Po. Drejtor Rilind, faleminderit, ishte kënaqësi të kemi në magazin Art Kultur. Faleminderit për gjitha informatat që solli sigurisht. Do të kemi raste të tjera, të flasim edhe më shumë për detajet e tjera derisa ofrohet mbajtja e natës së parë të festivalit, por edhe netëve të tjera dhe sigurisht edhe në platformat e tjera. Faleminderit, punë të bardhë dhe suksese. Ne gjithë bashkë edhe kanali 4 i RTK-s, i cili është pjesë e marrëveshjes me Ministrinë e Kulturës,
do të përpiqemi që ta fuqizojmë sa më shumë, ta rikthejmë kanalin e artit në Kosovë të vetmin, dhe ku do të ketë kritere të larta dhe programacion të larmishëm. Faleminderit të njerësh, tek kënaqësi. Instituti i Historisë Ali Hadri do të organizojë më 4 dhe 5 qershor konferencën shkencore me temën përjetësimi i heronjve dhe dëshmorëve kombëtar për çështjen e Kosovës nga vitet 1980-1999. Ky aktivitet do të mbledhë studiues, historian dhe ulëmtues nga Kosova dhe rajonit, të cilët do të prezantojnë punime dhe analiza kushtuar rolit veprimtarisë dhe sakrificës së heronjve dhe dëshmorëve në proceset që quan drejt çlirimit të Kosovës. Konferenca synon të kontribuojë në dokumentimin shkencor dhe ruajtjen e kujtesës historike për figurat që dhanë kontribut të çmuar për lirinë dhe pavarësinë e vendit. Gjatë 2 ditëve të punimit do të trajtohen tema të ndryshme që lidhen me rezistencën kombëtare, organizimin politik dhe ushtarak, si dhe rëndësinë e përjetësimit të këtyre figurave në historiografinë shqiptare. Instituti i Historisë Ali Hadri ka ftuar publikun e interesuar të ndjekë sesionet e konferencës dhe të bëhen pjesë e këtij aktiviteti të rëndësishëm shkencor e përkujtimor. Në kuadër të programit Arti në shkolla, Filharmonia e Kosovës do të prezantojë veprën e njohur Pjetri dhe ujku të Sergej Prokofjev, të aranzhuar për kuintet frymor nga David Sal. Përmes muzikës dhe rrëfimit artistik, fëmijët do të ndjekin aventurën e Pjetrit dhe personazheve të tjerë të përrallës, ku secili prej tyre përfaqësohet nga një instrument i ndryshëm muzikor. Ky projekt synon të afrojë nxënësit me muzikën klasike dhe të njohë ata me tingujt karakteristik të instrumenteve frymore. Vepra do të interpretohen nga anëtarët e kuintetit frymor të Filharmonisë së Kosovës, Zana Abasi flaut, Giovanna Marko obo, Shkumbin Bajraktari klarinet, Meriton Ferizi fagot dhe Ilir Kodhima korno. Koncerti do të mbahet më 4 qershor, duke filluar nga ora 13:30 në Pallatin e Rinisë dhe Sportit, ku mirëpriten nxënës dhe dashamirës të muzikës klasike. Baleti Kombëtar i Kosovës do të prezantohet para publikut në Shkup në kuadër të Festivalit të Baletit Klasik dhe Modern, një nga ngjarjet e rëndësishme artistike që mbledh artistë dhe trupa baleti nga rajoni dhe më gjerë. Trupa e Baletit të Kosovës është ftuar të hapë festivalin me shfaqjen Carmina Borana me koreografi të Toni Candeloro. Performanca do të mbahet më 6 qershor në Teatrin Kombëtar në Shkup, ndërkaq përfaqësuesit të Baletit Kombëtar të Kosovës kanë shprehur kënaqësinë dhe nderin për pjesëmarrjen në këtë festival, duke vlerësuar atë si një mundësi të rëndësishme për promovimin e artit skenik dhe forcimin e bashkëpunimit kulturor në rajon. Sipas organizatorëve, festivali kushton rëndësi të veçantë prezantimet të krimtarisë bashkëkohore dhe klasike të baletit, si dhe frymëzimit të gjeneratëve të reja të artistëve. Në këtë frym, pjesëmarrja e Baletit Kombëtar të Kosovës synon të kontribuojë në shkëmbimin e përvojave artistike, duke ndarë eksperiencën skenike me publikun dhe balerinët e ri. Komuna e Mitrovicës dhe kompania Trepça kanë nënshkruar marrëveshjen për shfrytëzimin e pronës së paluajtshme, duke hapur rrugën për renovimin dhe rikthimin në funksion të kinemasë së dikurshme të qytetit. Sipas kryetarit të komunës së Mitrovicës, Faton Peci, kjo marrëveshje synon ta shndrojë objektin në një hapësirë moderne kulturore dhe artistike, e cila do t'i shërbejë komunitetit dhe zhvillimit të jetës kulturore në qytet. Objekti kinemas pritet të vihet në shërbim të komunitetit artistik, komunës dhe ndërmarrjes publike, duke krijuar mundësi të reja për organizimin e aktiviteteve kulturore, artistike dhe edukative. Me këtë projekt synohet rikthimi një prej hapësirave më të rëndësishme kulturore të qytetit, duke i dhënë jetë të re aktivitetit artistik dhe kulturor të Mitrovicës. Më 9 qershor, publiku Prizrenas do të ketë mundësi të shijojë një mbrëmje të veçantë artistike me koncertin e Siparantum Kids, i cili do të mbahet në Teatrin e Qytetit Bekim Femiu. Sipas njoftimit të organizatorëve, koncerti do të sjellë në skenë talentet e rinj të Siparantum Kids në drejtimin e dirigjentëve Memli Kelmendi dhe Yll Haxhi Ajdini. Në piano do të performojë Denita Dedushaj, ndërsa për përgatitjen koreografike është angazhuar Fitore Broqi. Koncerti pritet të ofrojë një program të pasur muzikor dhe artistik, duke promovuar talentin e fëmijëve dhe të rinjve, si dhe duke pasuruar jetën kulturore të qytetit të Prizrenit. Publiku është i mirëpritur të bëhet pjesë e kësaj ngjarje artistike dhe të mbështesë performancat e gjeneratës së re të artistëve, thuhet në njoftim.
Galeria e Artit Bashkohor në Gjilan ka bërë të ditur se më 12 qershor do të hapet ekspozita personale e artistit Din Azizi me titullin Hektar i kohës. Sipas njoftimit, kjo ekspozitë shënon një moment të veçantë për artin bashkohor, duke përmbledhur 26 vite krijimtari artistike të njërit prej artistëve që ka eksperimentuar vazhdimisht me forma, mediume dhe qasje të ndryshme artistike. Përmes pikturave, instalacioneve, performancave, vizatimeve dhe veprave konceptuale, Din Azizi sjell para publikut një rrugtim të gjatë krijues të ndërtuar me përkushtim, kërkim dhe guxim artistik. Ekspozita Hektar i kohës, e kuruar nga Kushtrim Sulejmani, paraqet një territor simbolik të mbjellë me ide, kujtime, procese krijuese dhe eksperimente artistike që kanë shoqëruar artistin ndër vite, thuhet në njoftim. Filmi Krejt e thirrin Rexhen me regji të Iber Dearit është përzgjedhur të marrë pjesë në panoramën e filmit të Maqedonisë së Veriut, e cila do të mbahet nga 5 deri më 14 qershor në Pekin, në Kinë. Ngjarja organizohet në bashkëpunim me institucione kulturore dhe kinematografike të Kinës dhe Maqedonisë së Veriut, ndërsa shfaqja do të zhvillohet në Dolby Cinema Beijing, një nga kinemat më prestigjioze të kryeqytetit kines. Në kuadër të panoramës do të prezantohen disa nga filmat më të njohur të kinemas maqedonase, përfshirë Honeyland, Before the Rain, DJ Ahmed, Pipi and Muto, Silent Cinema dhe të gjithë e therasin Rexhen. Pjesëmarrja e filmit në këtë program përfaqëson një mundësi të rëndësishme për prezantimin e kinemas shqiptare dhe asaj të Maqedonisë së Veriut para publikut kines, duke vendosur filmin në mesin e veprave që përfaqësojnë vendin në një nga tregjet më të mëdha filmike në botë. Të gjithë e therasin Rexhen, i cili tashmë ka tërhequr vëmendje në festivale ndërkombëtare dhe ka fituar çmime të rëndësishme, vazhdon rrugtimin e tij ndërkombëtar në këtë prezantim në Pekin të Kinës. Për të mos humbrasur nga lajmet më të fundit, na ndiqni dhe na pëlqeni edhe në rrjetet sociale, aty ku informacioni vjen shpejt dhe saktë. Mos harroni, jemi gjithmonë live në rtklive.com. Të nderuar shikues, ne këtu përfundoi magazin Art Kultur. Ju faleminderit që na ndoqët. Mirupafshim me edicionin e radhës nesër.